Mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit, zani Shqipi Kuranit në rubrikën Shkurte Shqip me Kuran. Rini deri në fund me zanin e Tim Shkupit dhe mos harroni të abononi në kanalin e tij duke klikuar butonin subscribe dhe këmbanën për videot më të reja. Ati japë një fjallën një timit sepse kemi në dim dhe besoj që tash do t'jetë pak më konstruktiv tema. I kthehemi temës edhe njëherë dhe flasim për ilahit. Kjo është tema e ditës sotme. Tema e ditës, botimi imi por ka qenë në vitin 2018 në rrugë në leqë të Zotit dhe atë është sjell ilahia për nimi shpih thap që do të me vdek në eksplodim dhe emri i ati që e këndon ilahir është Adem Ramadani që i keni në ekranet televiziv. Tingujt e zërit të tij aguan bashkë me diellin mbi qytetin e Pejës. Unë jam një njeri shumë i përgjithshëm dhe keni shumë edhe bipa tjerë që këndojnë ilahijet këtile me motive shumë tolta që nuk janë kuranore, që nuk i kërkon Zotit. Kërkon në Kuran nuk shkruan që dikush dohet me vdek për Zot. Kërkon hiç. Para Zotit tim ka me dal me gjak, ti kisha pas një shpirt të inan, për Allahun krejti kisha dhën. Ati i ki refrenin se do të mi dhonë nimi shpirta për Allahin. Si pike e parë. Si pike e dytë, ki gjërat të cilat nuk shkojnë në realitetin e shqiptarëve. Une e kuptoj këtë djalin, pavarësisht që ka gabu, se unë i kam 58 vjetë dynjasë, dikosh të më thoje, tim falja, po kim ka shpo më mërtet. Nëse ti thu jam musliman, Sadri, edhe jam i besimit islam, dhe shpyjesh e shash me të mend i prejk njerëz moral, ti vesh musliman si jo. Tash na po bëjmë debati me mua sikur unë t'ja kisha bë këty në këto. Unë po të kallëzoj çish funksionon. Jo, ti s'ke bërë gjë përveç asoj që quhet shpifje, që është rrëptësisht ndaluar prej ilahit me bo dëshmi të rrënjshme kundër dikujt pa fakte dhe prova, që në rënditje është e nënta të udhëzimet e Zotit që i zbritën mu, gjithashtu është ndaluar edhe me ligjet e shtetit Kosovës. Rrethit shumicë dërmuese që neve e kemi brenda xhamiave nuk kime gjetë fyrje për kërkues. Unë e kam parë si e marrë me fejnë time, me Zotin e shqiptarëve të Koshia, Ai tjetri me dalë me thonë se feja shqiptarit o shqiptaria, duke llogarit që feja e shqiptarit është ose islami, ose krishterizmi, ose ku e di unë tjetër, kush çfarë tek e tjetër. Kush je ti? Ai tjetri me dalë me thonë se feja shqiptarit o shqiptaria, duke... Kush je ti? Në tokën shqiptare, mja përcaktu Tim Shkupit, shokve Tim Shkupit se qka e. Ai tjetri me dalë me thonë se feja shqiptarit o shqiptaria, duke... Hoxhallarët e kanë një pik dot, s'kan qef. Me jënë të gju, me thonë, feja e shqiptarit është shqiptaria. Ai tjetri me dalë me thonë se feja shqiptarit o shqiptaria, duke... Provone se cilit hoq, thuj feja e shqiptarit o shqiptaria, është su kom ja ras plum lule, po. Unë jam shqiptar, marë me fe qka je? Shqiptar, po të me fe. Fa shqiptar me fe. Me fe qka je? Feja shqiptarit shqiptaria. Apo kjo fe kuj pas ka zbrit? Gjergj Kastriot? Kuj pas ka zbrit? Kuj është pal kjo fe shqiptaria? Timit. Kuj pas ka zbrit? Kuj është pal kjo fe shqiptaria? Timit. Shku, çdo 3 orë po vjen tërmet, Zoti e di çka ndodhet. Çka ndeti për fesë? Tim Shkupi. Vetëm Allahu xhelleshanu u mëson ato me tërmetin. Tani është bën statistik, radhi i tërmet tjetër. Për gjoni njëri, ta vizem me thonë, është da ke posë dhe shok. A i për që u vejtë një mami shqiptarë, është Tim Shkupi.
A i shpithot imam, po njerës shpithojnë imamin shqiptarve, Tim Shkupin, ashtë ta ke dëgju për ta. Po si s'kam dëgju, unë jam rrit me të. Me timin. Me fe qka e? Feja shqiptarit shqiptaria. Apo kjo fe ku i pas ka zbrit? Gjergj Kastriot? Ku i pas ka zbrit? Ku i është tallë kjo fe shqiptaria? Timit. A i tjetëri me dollë me thonë se feja shqiptarit o shqiptaria. Hoxhallarët e kanë një pikë dot, s'kanë shef. Me në dëgju me thonë feja e shqiptarit është shqiptaria. Vetëm këtu qenë, njerës të thonë feja e shqiptarit është shqiptaria. A i tjetëri me dollë me thonë se feja shqiptarit o shqiptaria. Kush je ti? Në tofën shqiptare, mja përcaktu Tim Shkupit, shokve Tim Shkupit se qka e. Unë po të kallëzoj që është funksionon. Por nuk e kam ditur se ke bo postim me këtë përmbajtje. Nëse hynë në postimet e mia, në vazhdimësi, jo vetëm në mia, po të gjithë xhallarëve kemi pa që janë falëndërues ndaj William Walkerit, janë ndaj NATO-s, janë. Kush je ti? Në tofën shqiptare, mja përcaktu Tim Shkupit, shokve Tim Shkupit se qka e. Te profili yt në Facebook, para se të marrësh pjesë në emisionin e Mallasat. Në momentin kur ti nuk je në vijën e tyne, në momentin kur ti nuk je i radikalizuar, në momentin kur ti e interpreton një islam të cilin është i bazuar në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kërkon që mu trajtu krejt njerëzit në mënyrën më të mirë të mundshme, ata nuk e donë sepse ekstremi pi ekstremit nuk ka dallim, ata nuk kriminali, kriminali metet kriminal, pa marrë parasysh në petkun e kuj është. E shihni këtë foto? E ka marrë pa leje nga profili i publicistit shqiptar Zakaria Idris. Kur po diskutohet një ndërhyrje e mundshme ushtarake në Siri pas sulmeve me armë kimike ndaj civilëve, djali i myftiu të Kosovës u bën thirrje shqiptarëve që të shkojnë dhe të luftojnë në këtë vend. Haris Tërnava e bëri apelin në faqen e tij në rrjetin social Facebook, ku shkruan se çdo ditë më shumë po i shtohet vullneti për t'u bashkuar bashkëvetarëve të tij në luftimet në Siri, ndërsa shton se është i gatshëm që për hir të Allahut edhe të vdes. Çdo ditë më shumë po shtohet vullneti të shkojë në Sham për hir të Allahut. A jeni edhe ju me mua vëllezër të vdesin për Allahun, shkruan Haris. Deri tani 10 shqiptar kanë humbur jetën në Siri si pjesëtar të forcave rebele kundër regjimit të Bashar al-Assad. Shqiptarët e vrarë janë nga Kosova, Lugina e Preshevës dhe Shqipëria. Numri i përgjithshëm i shqiptarëve të përfshirë në luftën në Siri besohet të jetë 140 persona, ndërsa mësohet se ata janë të ndarë në 2 grupe në qytetin e Alepos. Në këtë foto jam edhe unë në fakt. Kjo foto është shkrepur në vitin 1992 në xhamin e Jahja Pashës në Shkup. Atëherë kur ti e bo me ditën nga gjyshi yt, se në këtë dynjë ke ardhur me urinën e devës të Sultan Osmanit. Tani unë këtë reagim po e bëj më shumë për shkaqe të informimit, sepse shqiptarët kanë të drejtën e tyre të patjetërsueshme të informohen drejt në çdo detaj, por edhe për shkaqe të hetimeve që duhet të pasojnë dhe alarmin që jap para departamenteve të organeve të sigurisë që më ndjekin në lidhje me lajmet e reja pas luftës në kuadër të Islamska zajednicës së krahut. Ka mundësimi anal zonin, sepse kjo akuzë është shumë e fortë, pa pak të vojmë fjalën unë. Sigurisht, vazhdo lirisht, sepse kjo është akuzë është tepër banale, është tepër absurde me akuzuar dikon që i njëri Al-Kaidës. Edhe të i pas në këtë institucionet e sigurisë, policin, akuin, edhe një njëri kinë se Al-Kaidës me armë mund në mision është dyqyshe absurde. I dyti ka qenë myftiu i nderuar që ka pas impakt të drejt për drejt, unë nuk e kom kryer shkollën jashtë, ka pas impakt të drejt për drejt edhe në shkollë mesme edhe në fakultet, e tash po e specifikoj diçka inshallah nuk më marrin për të madhe dhe nuk më irnohen, myftiu në Tërnava dhe Hoxha Irfan Saliu në vitin e dytë më kanë ndihmuar edhe financiarisht për me kryer fakultetin. Deklarata e këtij kriminali mund të mirët si dëshmi se Molla Naimi dhe Molla Irfani kanë financuar në Kosovë individ të marrin rolin e varmihësve të tanzimatit të Evliat Çelebis në për hamamet e Prizrenit në Kosovën e lame me gjak që nga ramja e mbretërisë Gjesh Katriotit dhe dëbimin e shqiptarëve nga tokat arbrore. O Mirlindo, a ke arru se imami është veç siguria, veç shteti, o Mirlindo. Na e disë që ka do me thonë në kategorinë e shëriatit islamik të aulakit, se aulaki ka qenë zënës i Abdul Mejid El Zendanit,
që e ka regrutu qysh në Amerikë me punu kundër Amerikanëve me ilahit tilla. Tingujt e zërit të tij aguan bashkë me diellin mbi qytetin e Pejës. Unë vetëm du me asjell një shembull të mirë, po vetë funit që e keni po edhe ju si gazetarë, unë e di që nuk keni njohërit shumë të në këtë fushë, është një djalë nga Tropoja ndokët, nga Kosova që ka marrë pjesë në American Idol. Dhe aje këndon këngën me motivet dhe shkrimet e Naim Frashit. Në videot e mia të 2018-ës, ku më thonë shkurt që unë jam rrit me këngë e Naimit. Kur ndëgjon zanin e nanës, qysh e le qenjë kope. A mund provojmë komunikojmë edhe njerë të lutem? Me ditë një musliman dashurie. Ata nuk e din çka është dashnia, ata nuk e din çka është dashuria universale. A ke qenë hoxh më herët? Unë nuk kam qef me qenë hoqë, dhe nuk du kosh më qenë, sepse dëgjova. Si mundet me ditë një musliman dashurien, kur beson që mundet me u martu me qikën e hoxhës, qikën e tezës, me 4 gra. E ka dhënë alternativë, nuk dhe më shumë se 1 deri në 4? Unë nuk pranoj dikush më ardhë mu bo sistem paralel në shtetin tem. Hoxhallar duan pushtet politik, duan të shëndrojnë Kosovën në një sheriat islamik ku ty kanë më të rejme 100 kam gjik, ku burri ka me qeni martu me 4 gra. A ke qenë hoxh më herët? Që mund t'irë hoqë se Hoqë, Tim Shkupi. S'ka as ezan, s'ka as namaz, s'ka as agjerim, s'ka as zekat, s'ka as festa, as ceremoni, as ritual, shajt. Çka me ti pi fes? Tim Shkupi. Çka me ti pi fes? Hoqë, Tim Shkupi. Çka me ti pi fes? Hoqë, Tim Shkupi. A ke qenë hoxh më herët? Unë nuk kam qef me qenë hoqë, dhe nuk du kosh më Qenë, sepse dëgjova unë jam një qytetar. A ke qenë hoxh më herët? Që në gjasë ka qenë hoxhë dhe timi. Që në gjasë ka qenë hoxhë dhe timi. Në debat për ilahit. A ki me thonë diçka për ilahit për cilat konstruone? Kanë mi andru 72 hiria, këtë është në regu mësë janë Kuran, po në Kuran nuk i kanë të gjëra. Kuran nuk janë. A kam drejtu në një thonë se në Kuran nuk janë. Kjo është e drejta ime, si që të tonë me thonë, Kuran nuk i ditë të gjëra. Në gjasë ka qenë hoxhë dhe timi. Në gjasë ka qenë hoxhë dhe timi. Për gjoni njëri, ta vizar më tonë, është da ke posë dhe shok. A i përgjën vejtën imami shqiptarë, është Tim Shkupi. A i shpithot imam, po njerës shpithojnë imami shqiptarë, Tim Shkupi, në është ta ke dëgju për ta. Po si s'kam dëgju, unë jam rrit me ta. Me timin. Po normalisht. Po ne kemi shumë hoxhallar që bishnojnë shumë, në realitet janë krejtësisht tjetër, a në publik janë tjerë. A ti mësosh është do? Ka hoxhallar që janë në atë kuptimin e fjalës e kanë çfarë kushtetimi është i drejtë. Ta thotë në sy. Ne hymi duke mos e shikuar vetveten në pasqyrë se janë shndruar në zëdhënësit më të mëdhenj të epokës së Dejjallit. Tim ose Tym. Cili? Ose Musa. Popullit Amerikan, Aleancës Veri Atlantike, migjve tonë ndërkombëtar. Dhe tjetra. Ai celula i Al-Qaidës. Celula i Al-Qaidës për Izraelit, që e ka finansu ai Drazholli Molla Irfoni dhe Molla Naimi. I ka 3 akuza publike për me. Ai që e ka profet Abdul Mejid El Zindanin. Abdul Mejid El Zindanin që dole tha
Unë tha, jam me Amerikan dhe Britanes, kur jam Britanes. Sa jam shqiptar, jam edhe Britanes. Se hynë në postimet e mia, unë po të kallëzoj çish funksionon. Por nuk e kam ditur se ke bo postim me këtë përmbajtje. Dhe nëse hynë në postimet e mia, në vazhdimsi, jo vetëm mia, po të gjithë xhallarëve kemi pa që janë falëndërues ndaj William Walkerit, janë ndaj NATO-s, janë. Kush je ti? Në tokën shqiptare, mja përcaktu Tim Shkupit, shokëve Tim Shkupit se çka e. Te profili yt në Facebook, para se të marrësh pjesë në emisionin e Madhasat. Kurse personi në fjalë, që flet aty, ai më ka shpall më mërtet, edhe në hap të zi ku më thonë, ka zëma cilin shëriati e ki, se kur të më shojnë shmu, kjo shumë e vërtet, i kini do komentarët, muni me hitë e kanale im, YouTube mi po. Meni në perëndim, për të vitë, aty po e qetë vetë. Okej, mjafton, Tim, na duhesh ti me pamje tash, mjafton me këto video, të lutem. Celula e Al-Qaidës në Prizren. Ki do të shkojmë borë, Okej, Tim, lutem, janë akuzat shumë të forta, lutem, ta jam të themi të tema, të rëgjashtë amerikane. Gjia, nëse ka mundësi mi anoj zonin, sepse kjo akuzë është shumë e fortë, pa pak të avojmë fjallin unë. Sigurisht, vazhdo lirisht, sepse kjo është akuzë është tepër banale, është tepër absurde me akuzu dikon që i njëri Al-Qaidës. Edhe të i pas në këtë institucionet e sigurisë, policin, akuin, edhe një njëri kinë se Al-Qaidës me orë me mund në emision është dyqyshe absurde. Shëndetje meq me bekimin, në qashit Shkupit. Ka për Amerike më po, mu, por dhe të tjerët, që shkalloj mirë. Do, kuj hamsonte, unë jam moderator, ekipi Tim Shkupit, apo jo?